Gjesti dhe Amberi përplasen sërish në mes të dhomës së ndenjes, me të gjithë banorët që i shikojnë të habitur nga tensioni mes tyre. Amberi, e acaruar nga sjellja e Gjestit, qëndron përballë tij me duart në bel, ndërsa ai, si gjithmonë, vazhdon të qesh dhe ta marrë situatën si një shaka. Pse nervozohesh kaq shumë, Amber? Seriozisht, ndonjëherë më dukesh sikur nuk ke puls fare, je komplet e ftohtë. Nuk ke reagim, nuk ke emocione, sikur je robot. Thot ai, duke buzëqeshur me ironi. Amberi e shikon me inat dhe afrohet edhe më shumë drejt tij. Po ti çfarë do tani? Si nuk lodhesh duke u marrë me mua gjithë kohës? Unë nuk jam as e ftohtë dhe as pa emocion, thjesht nuk bie prej provokimeve të tua të kota. Ja kthen ajo me ton të ashpër. Por Gjesti, në vend që të ndalet, vazhdon të qesh dhe të tallet me të. Si nuk e pranon? Hajde, pranoje që nuk ke puls, nuk e ndjen asgjë, je thjesht një statuj që ecën dhe flet. Ose ndoshta nuk e di si të shprehesh emocionet. Të ndihmoj unë? I thot ai duke bërë një gjest sikur do ta përqafoj me shaka. Amberi shtyn dorën e tij me nervozizëm dhe i thot, mos më prek. Nuk e kupton që po bëhesh i lodhshëm. Po më acaron më shumë se sa mund ta imagjinosh. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin me këtë përplasje, ndërsa disa përpiqen t'i qetësojnë. Gjesti, megjithatë, nuk ndalon dhe vazhdon të ngacmojë Amberin duke imituar mënyrën e saj të folurit dhe duke shtuar me ironi. Unë po tallem me ty, po ti as të acarohesh siç duhet nuk di. Nuk ke puls fare, moj Amber. Kështu je, e ftohtë si akulli. Amberi, tashmë e tërbuar nga sjellja e tij, rrotullon syt dhe largohet duke mos dashur të vazhdojë më këtë debat. Por ndërkohë, Gjesti vazhdon të qesh dhe të bëj shaka me të, ndërsa disa banorë e shikojnë me habi dhe të tjerë fillojnë të komentojnë nëse Amberi do ta lërë me kaq apo do të ketë një përplasje më të madhe mes tyre në ditët në vijim.